kam dëgjuar qindra histori nga këto, që rrinte me njërin për të bërë komplet operacionet plastike për të transformuar nga ana fizike, që t'i pëlqente dikujt tjetër. A quhet ky një prostitucion? Me veten tënde. Tash po të dalim te ajo që çdo njeri me veten e tij mund të bëjë çdo gjë, ne le të bëj nuk ka kufi. Le të bëj çfarë të doj. Por unë gjithmonë në këtë rast them, a ndjehesh vërtet ti e lumtur me këtë që bën me veten tënde, se në fundit kuptimi më i madh i njeriut është kërkimi i lumturisë. Por kjo që nuk është vetëm bukuria që ti je drejt lumturisë, sepse ka pasur bukuri natyrale dhe kanë qenë vajza cilat jeta ju ka shkuar keq e më keq. Kjo nuk do të thotë gjë që me bukuri ti arrin lumturinë. Ti arrin lumturinë me atë çka ke brenda, me ato që zbulon brenda vetes tënde. Dhe me marrëdhënien që krijon me të tjerët, atëherë mund të ta krijosh lumturinë tënde. Pra ato janë dy fish viktima. Viktima që nuk e njohin veten e vet në pasqyrë, edhe viktima tjetër, sepse ajo nuk është më e lumtur. S'mundet, po nuk mundet unë po ndryshoj veten që ti pëlqej dikujt tjetër. Do të thënë lumturia nuk ecën paralel me perfeksionizmin, jo me ndërhyrjet kirurgjikale që bëjnë të gjitha. Po. Edhe shumë mirë. Do fitosh njërën shumë mirë. E po mblodhen shumë mirë, nuk mund shkoj paralel, se ti zbukurohesh me mendimin se do bëhesh e bukur. Por nuk se do bëhesh e lumtur. Zbukurohesh se do bëhesh e lumtur, po nuk shkon kjo.